Kodra e Diellit u zgjua këtë mëngjes me një shtresë bore prej 74 cm, duke u bërë kështu zona me mbulim më të madh të borës në vend. Temperaturat në këtë qendër turistike kanë rënë në nivelin më të ulët në shtet, duke krijuar një atmosferë të vërtet dimrore që pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Këto matje vijnë pas rreshjeve të shumta që përfshin rajonin, duke sjellë sasi të konsiderueshme bore të re në zonat malore. Nga ski qendra në Kodrën e Diellit thonë se nuk është ndërprerë sezoni skijimit dhe se borë ka pasur mjaftueshëm, por e mirë se ardhur ka qenë shtresa e re e dëborës. Ku siç e shihni ka borë të re edhe vazhdojmë me skijim, do me thonë derisa të kemi borë, ski qendra do të funksionon. Nesër gjithashtu kemi parapare dhe skijim nate. Gjithashtu këto di vikende edhe këto di javë kemi pas zbritje të ski pasave, do me thonë deri në 30%, gjithashtu do vazhdoj edhe këto javët tjera që vinë zbritja e ski pasave. Duke u bërë thirrje të gjithë skiatorëve që të vinë ta shijojnë Kodrën e Diellit, drejtori Ali thotë se ski liftet janë gati për të pritur dhe fluks të madh vizitorësh. Të gjithë ski ashensorët janë në full kapacitet, varësisht ndonjëherë, varësisht edhe ajo varion prej sa turist kemi. Prej numrit të turistëve, nuk mund të lëshojmë të gjithë ski ashensorët nëse s'kemi turist. Mirë po, ka pasur, brenda javës është më dobët, ta shpresëm vikendin si do jetë. Vazhdimi i sezonit të skijimit po mirëpritet dhe nga hotelierët në Kodrën e Diellit. Ne jemi ende në sezon, kemi vazhdimisht mysafir, edhe pse numër ka filluar të zvogëlohet numri. Kjo dëbora e re që ka ra, natyrisht se i ka na sjell mysafir të ri, ka kërkesa të reja të cilët duan të vinë skijojnë, pasi që e dinë se ka borë të re. Ndërsa sa i përket mysafirëve vendor, ato si duket janë lodh dhe presën pranverën tash. Takuam dhe disa turistë. Ky turist nga Bielorusia shprehet i kënaqur dhe i mahnitur nga bukuritë e Kodrës së Diellit. Конец марта, снег новый, pudra, sonce. Super është, fundi i sezonit ka mjaft borë, koha është shumë e mirë, kam qenë në Bansko pothuajse 3 muaj, por këtu është shkëlqyeshëm. Edhe të tjerët ndajnë të njëjtin mendim. Денеска се прекрасни, преубави, значи нема народ. Sot kushtet janë të shkëlqyeshme, shumë të mira, që do të thotë se nuk ka shumë vizitor pasi është e premte, ndoshta nesër do të ketë më tepër, mendoj se është shkëlqyeshëm. Сега се најубави условията моментално. Tani janë kushtet më të mira, ka më tepër se 20 cm borë, shkëlqyeshëm, momentalisht kënaqemi. Sezoni i skijimit në Kodrën e Diellit vazhdon me intensitet të plotë. Bëjnë të ditur nga qendra e skijimit, duke theksuar se kushtet për skijim janë të shkëlqyera. Pistat janë të përgatitura mirë, ndërsa teleferikët funksionojnë rregullisht, duke u mundësuar vizitorëve një përvojë të sigurt dhe cilësore në sportet dimrore. Qendra është e hapur çdo ditë dhe ofron kushte ideale për rekreacion, ashtu edhe për skiatorë më me përvojë. Nga drejtoria e qendrës u bëhet thirrje të gjithë dashamirëve të dimrit që të vizitojnë Kodrën e Diellit dhe të shijojnë atmosferën e mbuluar me borë dhe bukuritë natyrore që ofron ky destinacion malor. Të gjithë vizitorët që duan të përjetojnë shpirtin e vërtet të dimrit janë të mirëpritur, është mesazhi që vjen nga ski qendra Kodra e Diellit.